Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha bëri të ditur se gjatë vitit 2025, 600 të rinj kanë përfituar nga programi kombëtar i praktikave të punës, duke u angazhuar në institucione të administratës publike në të gjithë vendin. Gjatë takimit përmbyllës të thirrjes së 10 të këtij programi, Gonxha theksoi se administrata publike po kalon një transformim duke u hapur ndaj të rinjve dhe meritokracisë. Ministri nënvizoi se për herë të parë në vitin 2025 praktikantët janë kompensuar financiarisht me 10.000 lekë në muaj për një periudhë 3 mujore, duke cilësuar këtë si një hap drejt dinjitetit dhe vlerësimit të dijes. Gjithashtu ai bëri me dije se rreth 250 praktikantë do të përfitojnë kontrata pune 1 vjeçare, si dëshmi se punësimi në administratë po bazohet mbi meritën. Përmes programit kombëtar të praktikave të punës, nuk po hyn thjesht emra të ri në listë pagesa, po hyn një mendësiere. 600 praktikantë përfituan nga ky program për vitin 2025 duke zgjedhur të japin kontributin e tyre real. Për herë të parë në vitin 2025, puna juaj u çmua edhe financiarisht, si një certifikat e parë, pse jo dinjiteti. Një mesazh i qartë se dia juaj ka vlerë dhe shteti e respekton atë që në hapin e parë. Dhe mbi të gjitha janë 250 kontrata të para pune, që vërtetojnë se në këtë program rruga nga bankat e shkollës. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2025 janë ofruar gjithsej 1401 praktika, ndërsa janë zhvilluar 6 cikle trajnimesh që përfshin aftësi digjitale, etik, financa dhe administratë publike. Buxheti i dedikuar për kompensimin financiar të praktikantëve ka qenë 2.6 milion lekë, më i lartë krahasuar me vitet e mëparshme.